Në kohën kur Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ndodhet nën hetim nga SPAK për tender të dyshuar të manipuluar, një tjetër kontratë me vlerë të lartë financiare i është akorduar kompanive të lidhura me Tirana Tech Park. Bëhet fjalë për një tender me vlerë rreth 3.1 milion euro, që ka si objekt mirëmbajtjen e rrjetit qeveritar GovNet, një infrastrukturë kyçe për komunikimin institucional. Akshi ka shpallur fituese shoqërinë Infosoft Systems, e cila sipas dokumenteve zyrtare rezulton e lidhur drejt për drejt me Tirana Tech Park, strukturë e përfshirë gjithashtu në hetime penale. Ky zhvillim ndodh në një periudhë kur SPAK po heton një skem të dyshuar për fryrje kostosh dhe paracaktim fituesish në prokurimet publike të Akshit, hetim nga i cili janë shpallur në kërkim disa persona dhe është arrestuar ish drejtoresha e institucionit. Të dhënat e Qendrës Kombëtare të Biznesit tregojnë se Infosoft Systems ka kaluar në kontrollin e Armand Sharës dhe Bledar Dimës përmes ndryshimeve në strukturën e pronësisë gjatë vitit 2025. Këta individ rezultojnë të lidhur me disa kompani që kanë përfituar fonde publike, kryesisht nga tender të Akshit. Po ashtu, një nga kompanitë e tyre figuron e regjistruar në Durana Tech Park, i cili dyshohet se është përdorur për skema shmangeje tatimore. Në këtë kontekst, tenderi për mirëmbajtjen e GovNet përfundonte një subjekt i lidhur me persona dhe struktura që janë aktualisht nën hetim nga SPAK.